Është miratuar nga Këshilli Bashkiak plani lokal 5 vjeçar i strehimit social i hartuar nga Bashkia e Kukës. Shefi i kabinetit Fadil Morina gjatë prezantimit të para këshilltarëve bëri të ditur se plani përbëhet nga 5 programe, duke sqaruar edhe kategoritë përfituese nga strehimi social. Në planin social do të kuptojmë që strehim në këtë përfitojnë këto kategori familjet me të ardhurat të ulta, familjet të reja, personat me aftësi të kufizuar, gra kryefamiljare, të moshura që jetojnë vetëm dhe themi emigrancë dhe familje me kushte të vështira ekonomike. Programi i strehimit social janë disa, ky plan përbën nga 5 programe, kur një ndër programet është dhe subvencionimi i bonusit të qeras, që nuk është aplikuar ndonjëherë në Bashkinë e Kukës. Asnjë nga këto nuk është aplikuar, për herë të parë bëhet ky plan dhe aplikohet dhe për thithjen e fondit nga Ministria e Ekonomisë. Përveç bonusit të qeras, kemi edhe programin e përmirësimit të kushteve të banimit, çka do të thotë shumë familje të cilët nuk kanë mundësi dhe jetojnë në kushte jo të përshtatshme banimi, ndërhyet me fondet sociale për përmirësimin e këtyre kushteve. Një program tjetër është edhe banesa speciale, banesat përkohshme, deri në gjetjen e një banese të përhershme. Morina theksoi gjithashtu se nga studimi i kryer rezulton se rreth 441 familje në Bashkinë e Kukësit ka nevojë për banesa sociale. Ne i kemi bën këtë studim mbi bazën e kërkesave janë rreth 441 familje që kërkojnë banesa sociale. Ndër vite është kalu vetëm si listë, por nuk ka pas një plan, gjë që ka quar në mungesën e fondeve të alokuar nga Ministria. Jemi në fazën ku Ministria e Ekonomisë po kërkon një urgjente dërgimin e planit dhe për t'i paraprirë kësaj ne kemi dërguar disa formular kur kemi bërë dhe parashikimin e fondeve për vitin 2026. Për vitin 2026 ne kemi planifikuar një fond për rreth 120 milion bonus qeraje. Nga këto 2.4 milion, sepse është në partneritet me Bashkinë, 2.4 milion përballon nga Bashkia dhe 9.6 milion 9.6 milion nga Ministria e Ekonomisë. Në jetën kohë kemi parashikuar dhe një fond për 50 milion për përmirësim të kushteve të banimit dhe 300 milion e kemi parashikuar dhe kemi kërkuar nga Ministria e Ekonomisë. Ministria e Ekonomisë bën alokimin mbi bazën e kërkesave, që dërgojmë ne. Por ne kemi parashikuar atë pjesë që na takon ne si bashki. Një minutë, se tash është në partneritet Bashkia me Ministrinë. Në rast se ne nuk parashikojmë buxhet nga Bashkia dhe Ministria nuk ndërhyn. Kemi parashikuar 2.4 milion tash për qeran dhe 4 milion për përmirësimin e kushteve si bashki. Këto fonde janë në buxhet. Dhe 300 milion për ndërtimin me koste të ulët, në partneritet me Endin Kombëtar të Banesave. Strehimi i familjeve në nevojë mbetet një nga sfidat kryesore sociale në Bashkinë e Kukësit, e cila për herë të parë ka hartuar planin e strehimit për periudhën 2026-2030, duke vendosur mbrojtjen sociale në qendër të politikave zhvillimore lokale.